Ibrahimi a.s. vëllezër dhe motra, ishte një ndër pejgamberët që posedonte dhe pasuritë e mjaftueshme. Mund të themi edhe të tepërt, sepse fjala e tij na tregon se sa shumë pasuri kishte ai. I thot Xhebrailit a.s. I thuaj Allahut të madhëruar të më paksoj pak pasurinë, sepse duke pas kaq shumë pasuri, duke u marrë me këtë pasuri, nuk më mjafton koha të adhuroj Allahun ashtu siç duhet. Pas një kohe, Xhebraili a.s. i thot Ibrahimit a.s. Allahu i madhëruar urdhëroi që nëse do robi im t'i paksohet pasuria, ta marri ushqimin, ta marri bukën dhe ta haj në këmbë duke ecur. Është një fenomen që e kemi tashmë edhe në familjet tona. Duke ecur, duke bërë diçka, duke ngrënë. Ibrahimi a.s. e merr bukën dhe fillon të haj duke ecur. Por, çfarë bën? Nga besimi i madh që kishte tek Allahu, nga dashuria që kishte për Allahun dhe respekti që kishte për bereqetin, begatin që i kishte dhënë Allahu, merr një mbulesë dhe e vën përpara. Të gjitha thërmijat që binin në të, ai i hante. Pasuria çdo ditë ju shtonte më tepër. Ankohet Ibrahimi a.s. I thot Xhebrailit a.s. i thot, unë i kërkova Allahut që të më paksoj pasurinë, po më shtohet dita ditës. Xhebraili a.s. i thot, vëllezër dhe motra, është shumë interesante. Allahu të tha ta hash ushqimin në këmbë për shkak që të bien thërmijat në tokë, ti shkelësh dhe të japësh Allahut një arsye që të paksoj bereqetin. Por ti bëre të kundërtën. I mblodhe, i hangre, pra e respektove, dhe Allahut nuk i dhe asnjë arsye tjetër vetëm se ta shtoj atë. Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt. Në momentin që ne e respektojmë Allahun e madhëruar, e respektojmë bereqetin që na ka dhënë Allahu i madhëruar, nuk ka rrugë tjetër vetëm se të